hero. I wasn't necessarily trying to make healthier whole wheat pancakes, but we only have whole wheat flour. And I'm really into finding, don't want to have to make a big batch. That's like Worries like a winding tide. Yesterday, left far behind. Hej, mirë mëngjes, mirë se vini në ditën e tretë të Sweet November, të serisë së nëntorit. Tani ju tregova dje këtë palto nga Zara që është 100% lesh edhe është kështu. Shikoni sa cute, thjesht ju tregova edhe veshur. Tani, jatë mbrapa. Është në të tillë formë. Domethënë, është shall plus pato që ka dalë shumë në modë. Dhe shikoni ka këtë formën kështu shalli dhe çfarë bëri shoqja juaj. Doni ta dini. Unë kam disa ditë, gati 2 javë që më kanë ardhur këto. Edhe në fakt më ka kapur pulle mbrapa tani tek flokët. Se ka një pulle këtu mbrapa që mund të kapi shallin, e keni parasysh që të bëhet një trup. Ka këtë pulla këtu. Dhe unë mbara masat e shallit identike, edhe çfarë bëra, krijova vetë vajta të shkolla, edhe me suzator e qepa dhe vendosa një tegel që edhe ma bëri fikse që duhet. Dhe shikoni sa bukur që e kam realizuar. Edhe mund të them që kam bërë edhe një fund, nuk ja kam treguar, por mund të them që ky është ndër punimet e mia të para. Dhe shikoni sa cute dhe sigur që do ta vesh, do ta me këtë. Me këtë copën e bleva tek një zotëri që kishte copa goxha të mira, edhe mi la me çmim shumë të mirë, sepse i thashë jam studente dhe thjesht dua të provoj dorën, edhe ishte shumë e sjellshëm. Shikoni sa mirë që është. Shikoni, çdo gjë është perfekte. Të paktën si një fillestare, për mua është shumë mirë, edhe e sigur që do e vesh dhe duket cute. Mendoni me një palto të zezë dhe kjo sipër, keni parasysh sikur është në një shall, edhe mund të ta mbash edhe këtë kështu. Edhe duket super cute. Edhe sot me Albin jemi zgjuar herët, hëngra mëngjes, bëra make-upin, është ora tani 10, do dalim, do shkojmë të bëjmë pak pazar në 5, sepse ka disa gjëra të mira që janë më të shëndetshme se sa ti blesh në market. Edhe do shkojmë edhe në Ategu sepse dua të blej disa gjëra dhe t'ju them një lajm shumë të bukur që ma kam mbajtur sekret, por më në fund i mora çelësat, kam marrë çelësat e studios time më të re. Kam marrë një ambient që është i përshtatshëm për mua dhe për mbire studio. Ju e dini që vjet unë kisha 2 banesa, se edhe këtë ku jetoja aktualisht që ishte studio, por tani ne kemi ardhur, po jetojmë këtu, por e kam të pamundur që të kem agendat, nuk organizojmë dot, madje edhe një reel mezi e bëj këtu sepse nuk kam vend, shtëpia është shumë e vogël dhe e mbushur e ngarkuar dhe nuk kam një vend të pastër, dhe prandaj dua që studion ta bëj si mado zëmra, stil kështu Pinterest të bukur, dhe kam gjetur disa gjëra që dua t'i kombinoj, plus kemi bërë dhe porosi tek mobilieri. Tani shpejt e shpejt po bëhem gati. Veshur këtë bluzën nga Gina, që është një brand skandinav, edhe është kështu. Dhe do e kem pak të parehashme sepse do më ngrihet lart, por mendoj se është cute. Ne kam kombinuar me jeanset nga Mango. Ja, kështu. Unë ndërova, vesha një jaket oversize, çantë të zezë, edhe pupat sa të bukura janë, nga Rezerv. Është hera e parë që po i vesh. I kam bler që në maj në Gjermani.
Edhe kështu, do dalim tani. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Gjë se si nuk humbasim këtu të parkimit të Ekut. Ose Alvi I bën foto, ose unë e lidh gjithmonë, të më thënë, këtu ne gjithmonë tek Eja parkojmë, edhe e lidh gjithmonë Ersi, 6, Ersi merr 6. Zakonisht shkojmë tek Ersi merr 5, te E 5, për sot pas ka marrë notë më të mirë. Në qoftë se ndonjëri prej jush e bën këtë gjë apo është thjesht dhe vetëm mendimi im unik. Gets me almost every time in the midst of summer. Sapo erdha tek Zara, edhe do t'ju tregoj çfarë kam gjetur. Janë shoqëra bazike, materiale të mira, se ky ishte 100% pambuk. Edhe ti provojmë, edhe të shohim se si do na duket dhe në qoftë se do na pëlqejë ndonjë gjë. Always makes me wonder when Что? my feet on warm asphalt, held our dreams within our hands. It happens every time, I wonder how. But I can see my light so clearly now. Tearing ourselves away from home, further out each passing day. Sa po mbarua me pazarin me rroba dhe kemi ardhur për studion. Ne kemi ardhur tek Jus, kishim dhe tek Zara Home, por po shohim. All of us around one table, games that no one knows the name of. We're souls in the past already. E pas kam mirë ndriçimin këtu dhe dolëm nga Tegu, a shumë jemi lodhur sepse kemi arritur në orën 11 dhe tani ora është 3:30 dhe shkojmë që të ham dhe gjithmonë kur jemi afër këtej shkojmë në Sauk tek Peti që bën atë se ndodhi një incident I vogël këtu te Tegu, por kemi bërë dëme shumë të mëdha. Shikoni si e kemi mbushur gjithë makinën plot me gjëra, por ishin shumë të nevojshme sepse siç ju thash, kemi marrë një ambient që unë do kem atë punën time edhe do e dekorojmë me gjëra minimaliste, zgjodha, do t'ju tregoj çfarë kam zgjedhur në shtëpi, po për filmoj me telefon sepse kamerën e madhe nuk e morën sepse tham që do dalim vetëm për punë sot dhe u lodhëm goxha me thënë të drejtën. Sepse kemi gjithë kohës që vetëm provo rroba, Alvio duke pritur, po në fund fare të paktën vleu dhe Alvio disa gjëra. Shkon për Alvio në një dyqan. Vetëm 10 minuta kemi ashtu. Vetëm 15 minuta. 15 minuta. Madje I ka provuar aty. Nuk vajti në dhom prove se s'kam durim, kurse unë për vete vajta në dhom prove, bëra video që keni parë ju e të gjitha. Dhe Alvio thoshte, ke marrë Ersi në telefon, më merrte, hajde urgjentisht. Po nuk e kisha marrë gjë, ju kisha marrë juve.
fills my lungs open wide. In this soft light, troubles fade away with you. No need for words to say your love, a gentle breeze that carries me through. I give up the world, the moon, the sky. For you, I'd reach so high. Across the ocean, I'd soar with pride. For you, I give up my dreams, my hopes, my view. For you, what more could I ever do? Hello, më në fund në shtëpi, kam për një qaj, edhe tani është momenti që të flasim dhe t'ju tregoj blerjet që bëra tek Tegu, që shkova tek Zara edhe tek HM-ja. Ta marrë dhe qajnë, sepse është ftohur dhe e kam drejt fundit, edhe t'ju tregoj një nga një shpejt si gjë që ka parë. Edhe ishte ditë e lodhshme, kështu si e diel, vajtëm te studioja, lam gjithë ato gjërat që morëm për studion, edhe besoj se do dalë diçka e bukur, sepse kam zgjedhur këto ngjyrat neutrale, ngjyra që domethënë nuk do jem në shtëpi edhe më prish diçka syrin e s'kam ku ta çoj. Po i marr pa nga pak edhe të shoh se si do duken. Po besoj se do duken nice, kam porositur edhe pasqyrën e dua të madhe, një metër, ose më shumë se 1 metër, normale më shumë se 1 metër, gati 2 metër, të gjatë, të gjerë 1 metër, edhe tek mobilieri, por duhet që ta kem kështu, domethënë që ata të mund ta transportojnë, sepse vëretoja gjithë faqen e murit, që konsiston në 3-4 metra, por nejse. Duhet që të bëhet me montim, domethënë të bëhet pjesë, por nuk do të duket ajo vija e pasqyrës, por do flasim më shumë kur të shkojmë tek studio dhe t'ju tregoj për çfarë kemi arritur, edhe pse duhet të vijë gipsaxhiu, sepse dua të bëj një pjesë me gips që të duket sa më bukur, duhet të vi tekniku që të vendosim abazhurin që akoma nuk e kam zgjedhur, pash një tek Zara që është ai famshëm me lule. Jep, e kishte sjell Zara edhe këtu në Tiranë, edhe ndoshta marr dhe atë, nuk e di. Edhe kishte çmim shumë të mirë. Aq ishte 90.000 lekë i madhe dhe ishte i mirë. Po e lë këtu këtë, inshallah s'më bie, mos të bëj ndonjë sepse jam tek dhoma e gjumit edhe kam krevatin këtej përballë. Tani po e nis me të HM-s, gjërat që blena, po e tregoj shpejt që edhe mos të zjatemi. A keni parasysh kur vesh Hunter edhe mora këto çorapkat, domethënë këto nuk janë çorape, janë vetëm për atë gjë që të duket vetëm tek këmba, por me kështu si balerina. Besoj se keni parasysh, po shikoni sa nice. Si provojmë tani do duken shumë bukur, sepse unë jam me pandallë tuta të shkurtra, edhe keni parasysh sa romantike duket kështu ja. Disa material të mirë kam, fantastik. Edhe kur isha tek kasa, i pash rastësisht dhe thash, hey, unë kam shumë ditë duke i kërkuar, janë kështu, duken nice, edhe të mbajnë dhe ngrot, edhe me çizme, me Hunters, janë perfekte. Unë vetëm ato duhet t'i vesh, ose mund t'i vesh edhe me pupa, duken bukur. Pastaj, mora këtë fundin, që këto fundet goca që ka marrë, për zotin shkoni t'i merrni sepse rrin perfekt, edhe kishin çmim shumë të mirë. Kjo tani, ky kushtonte 20, po shikoni sa i bukur që është. Kur dhe fundet e shkurtër, unë nuk e di nga i kam lënë, sepse vetëm i fund kam të shkurtër, edhe doja të merja, sepse dua që t'i vesh sa më shumë. Ky ka qenë 25, edhe është kështu suede, ky rrinte perfekt, me çizme të gjata, me një pullover të bardhë, me një xhaket, pullovra të jetë e bardhë po shumë e hollë, edhe me një xhaket oversize, sa bukur që duket, edhe me syzet mjo, duket shumë bukur. Më pëlqejnë këto ngjyrat neutrale,
Edhe tani për në vjesht ndimër janë shumë nice. Këto ka marrë në disa mbathje tek Hamaja, mbathjet e Hamës janë shumë të mira, të brëndshmet. Edhe shikoni sa të bukura që janë me zemra, kurse këto të tjerat janë të kuqe, po thjesht u tregova sepse shikoni çfarë gjeta. Gjeta këtë seti që vjet u bë, ishte shumë viral dhe Hamaja mua pijamet e Hamës më pëlqejnë shumë dhe me asnjë tjetër nuk i ndëroj. Edhe janë këto pijamka, shikoni se romantike që janë këtu, me këta kështu dhe me zëmra. Edhe materiali është shumë i mirë. Është bluzja, është edhe këto tota. Ja, shikoni sa cute që është. Dhe për në shtëpi, dhe unë rri me pijamka. Edhe tani vesh, tani dhe bëjnë në një punë ndërkohës, më pëlqen ka këto. Bëjnë në një punë ndërkohës dhe janë të rehatshme. Pastaj kalojmë tek blerja tjetër, që është tek Zara. Këtu ka marrëzuar shumë lekse të mëja gati aq më vajti 100 fix, kurse të Zara vajti shumë, por nejse. Mora gjërat që më duheshin. Mora këtë gjysëm golfin, që shikoni se i bukur dhe ka dalë shumë në mod. Edhe doja një që mos të ishte golf tamam, të ishte i shkurtër, dhe të ishte dhe japone, dhe kjo ka edhe pjesën e badit, edhe ka ngjyrë shumë të bukur. Edhe materiali është shumë i mirë, është shumë i butë, elastik, edhe mund të kombinoj bukur. How come the stars come to shine when it's dark? Ta shkoj që këtë materiali është. Okej, 15% lirë, elastan dhe 77% polyester. Nuk që nga i mirë. Në një kur na duke këto materialet e buta, aty ka diçka është polyester. Jam shumë kontra për të bler polyester, po më pëlqeu shumë si më rinte edhe e mora. Pastaj, sepse jo për gjë, por nuk do më mbaj ngrohtë. Por duke qenë që është japone, edhe nuk është ai do më shpëtoj mua në ditët e ftohta të dimrit. Ka marrë këtë që ishte të paktën të thoshte 100% pambuk. Duhet që po koton. Edhe shikoni sa e bukur ishte. Tani, këtë e ka marrë, sa ishte kjo? Tani nuk e paska, po 25. Edhe shikoni si është këto, si këto bluzet për gjumë, po janë këto të hollat, që duke shumë bukur kur ti i vesh, shikoni që nga bërë pis më pudër. Kur i vesh me recipeta dhe ti kesh me tantellë recipetat poshtë, e këti fresi duke shumë nice. So far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep? Edhe këto janë të bukura, sepse mund të vishen këto dhe si për pulovra, kur janë kështu material leshi 100%, unë kam disa, dhe të të shpojnë dhe nuk jesh shumë rehat dhe me këto mbyll punë. Edhe këto ishin pantallonat pastaj stil bermudat, paktën ishin pak më gjata. Në fakt ishin pak më gjata se bermudat, por e di si rrinin, perfekt. Tek Zara, mora dhe këto. Tani nuk e di t'ju a tregoj në një kod ju, se nuk ti ku është kodi, pa shikoni këtu, mësë është këtu kodi. Shikoni, sepse aq të bukura dhe bëra edhe një foto në Instagram, që kështu më ndishën në Instagram, edhe gocat e nisa më ka bjetur për këto. Janë perfekte, kanë dhe gjepa. Unë tani kam bërë disa filmime tek Tegu dhe do t'ju anë vendos këto filmimet që të shikoni edhe se si duken, në më thënë, se si rrim veshur, që të krijon edhe ju një përshtypje, sepse ka stile i bërë ato filmimet edhe pse më tagët se u vonove ka shumë, kjo ishte arsyeja. Pastaj gjeta një këmish që ishte pambuk, edhe është shumë e bukur. Mora masa S, edhe jeni të drejtë kur më thoshet, Reja, merr masën tënde, mos merr masë oversize, sepse me masën oversize më ishin shëmtuar këmishat, i blija edhe më binin tek supet, më rrinin shumë keq, edhe kur merr masën tënde, këmisha rri fiks, të paktën këmisha duhet të rri super, dhe këto ishin shumë të mira, tani unë nuk e di se me provën e parë, por bëra disa kombinime dhe tani në shtëpi që i provova dhe po i shikoja se si rrini me njëra tjetrën dhe ka shumë të kënaqur. Every night, and what's it dreaming of?
wonder. Dhe tani mora një palë gjinse të Zarës. Tani kjo nuk e pas ka të shfaqur kodin që t'ju tregoja. Por janë këto. Shikoni kanë këtë ngjyrën çokoladë. Që janë shumë të bukura, vijnë thjesht të drejta. Edhe për kombinim, domethënë kjo me këtë perfekte. Edhe pupat tabi ose duhet marrë gjej një palë si puc burri. Ja, këto. How come the sky is sometimes high? Një palë loafers, po i dua që të jenë si të vjetra, si vintage, që të shkojnë edhe provova ca sot, por nuk po ndjesha rehat. Kam parë një palë tek Massimo dhe ndoshta shkoj dhe maraton, ndoshta të zezat. Pastaj mora këtë bluzën, është kështu si pullover i vogël, e dini sa materiali mirë është kështu, po tani duhet ta lexoj materialin. Po 29% që nga polyester. Edhe këto janë materialet e tjera, që nga 4% lesh. Edhe kështu është ndarë materiali kësaj, por është kështu si pullover, edhe kushtonte 30. Po shikoni sa e bukur. Kjo me atë fundit suede që ju tregova do rrin perfekte bashkë, sepse i provova. Clouds, maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Po, kam arruar që të marrë çizme, beva dhe një palë çizme tek Zara. Pastaj e fundit nga rrobat, gjeta këtë këmishën që më rinte super bukur dhe këtë e mora extra small që të më ri e ngushtë edhe rinte perfekte. E disa të bukur e ka ngjyrën kjo këmisha. Edhe materiali jashtëm 56% pambuk dhe 44% polyester. Por rinte shumë bukur. Edhe nëse po pëlqeu. Kishte edhe këto tek mëngët, i kishte kështu të bardha. Very nice. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Dhe bleva dhe këto çizmet tek Zara që vim me këtë se me maj. Edhe takën e ka shumë mirë, por e dini çka? Unë kisha këto që i bleva te Stradivarius. Edhe këto i kam pak fare të larta. Edhe do t'i nxjerr tek Lucky Moon, unë i kam marrë gati 65 euro, por do t'i nxjerr me gjysmën e çmimit dhe vetëm një herë janë të veshura. Që kështu më ndiqni te Lucky Moon, nëse jeni këmba 40, numri 40. Janë akull të reja. Këto ishin të gjitha gjërat që kisha bler. Ne do shifemi nesër. Ju puq të gjithave. Ciao! My business, humming a song. I'm happy by myself, not a care in the world. This is the life, just